4 shenjat e horoskopit që rrisin fëmijë të pavarur. Çdo shenjë horoskopi prindëron ndryshe, megjithatë nëse i përkasin njerëz prej këtyre shenjave, mund të jemi më të re, por do të rrisin fëmijët tanë në mënyrë që ata të jenë mirënjohës në të ardhmen, pasi do t'i ndihmojnë të zhvillohen si individ të pavarur. Dashi është një prind shumë energjik dhe plot jetë. Ai mëson fëmijëve të tij që të flasin hapur dhe të ndjekin dëshirat dhe ëndrat, mësime që do t'i shoqërojnë ata edhe pasi të rriten. Sfida që përballet si prind është mungesa e durimit dhe mos kokçarja, pasi ndonjëherë mund të krijojnë përshtypjen se mjafton të sigurojnë atyre ushqim dhe strehim, edhe pse kjo nuk pasqyron plotësisht realitetin asaj që duhet për të rritur një fëmijë. Demi. Si prind, Demi është i qëndrueshëm, i duruar dhe ka një dashuri të thellë për fëmijët e tij. Ai u mëson vlerat e besnikërisë, sigurisë dhe disiplinës. Fëmijët e Demit rriten me një ndjenjë të fortë stabiliteti dhe janë mësuar që t'i vlerësojnë gjërat materiale, por edhe të mbajnë përgjegjësi për to. Një pengesë mund të jetë që ndonjëherë prindi Dem mund të jetë tepër i ngurtë dhe i ngadalshëm në përshtatje ndaj ndryshimeve të papritura, gjë që mund të kufizojë lirinë e fëmijëve për të eksperimentuar dhe menduar në mënyrë të pavarur. Shigjetari. Si prind, shigjetari është një udhërrëfyes optimist që mëson fëmijëve të tij të jenë të hapur ndaj mundësive të pafundme të jetës. Ai inkurajon ata të eksplorojnë, të udhëtojnë dhe të mendojnë jashtë kutisë. Megjithatë, ai mund të jetë më pak i angazhuar në detajet e përditshme dhe mund t'i lejojë fëmijët që të bëjnë çfarë të duan duke i lënë menjëherë pa busull. Virgjëresha. Fëmijët e një prindi virgjëresh rriten me pritshmëri të larta si ndaj vetes, ashtu edhe ndaj të tjerëve që i ndihmon të arrijnë suksesin. Ata mësojnë të përballen që të vegjël me pengesat e jetës dhe t'i kapërcejnë ato. Megjithatë, prindrit e shenjës së virgjëreshës duhet të kenë kujdes që të mos mbivlerësojnë përpjekjet e fëmijëve dhe të mos i bëjnë ata të ndihen se nuk janë të mjaftueshëm për shkak të një standardi të tepruar.